Njerëz, sot jam me një personazh që e njoh ty kur ka lindur, e kam bilaxhin time dhe e kam dhe atë dashurinë time të sinqertë. Kjo është, se bjondet dihen më që është dobësia ime, kjo është Diana Shabani, është gjigande. Hello, ai është një ujor. Ai do bjondet. I do. Mirë se të gjeta njeriu që në fakt ç'është e vërteta jam rritur vërtet. Kështu që ti ke qenë pjesë e familjes time përpara se të lindja unë. Sakt. Dhe kam gojën e mbyllur këtu, nuk gënjej dot tek ti, se me di të gjitha. E kam vajzën e një shoku tim shumë të mirë dhe nga që ka qenë lexonte në mënyrë të jashtëzakonshme, në ato kohën e leximit e kishim si një hobi shumë të fuqishëm. Edhe gjithmonë ka qenë i apasionuar mas botës të bukurës që është femra. Dhe aty ne gjenim vetveten me njëri tjetrin dhe kur ky ka bërë dy vajzat shumë të bukura, Anjezën dhe Dianën, unë kam qenë si thush, si nun i vogël aty, sepse i kam qenë dhe vetë i ri, po i shifsha dhe thosha sa të bukura këto vajza. Kjo ka qenë, dhe është e vërtet. Faleminderit shumë. Se ka shumë që bëhen të bukura, po ju jeni të bukura që ju njoh që fëmijë. Faleminderit se sapo hoqe këtë thashë themet e fundit që un kam buzë hun të bëre këto gjëra. Ja. Un mendoj që 40 plus do bëhem një çik gazo. Ato mirë, aty po është normale. Po deri atëherë do presin ca vite këta ziliqarët. Po dhe nuk besoj që bëhet se nuk bjeti. Ti do ngelesh beb gjithmonë. Sepse pak a shumë kur ka qenë 14-15 vjeç e shifsha thoja kjo është një lolitë e vogël. 14-15 vjeç që ne ishim në një klub. Po, ere parë që ka dalë, e kemi ekskluzive, ere parë më thot baba e vetë, dëgjoj thot, e kam Dianën, nuk e ke idenë, është si eksploziv, do të dalim në një muzikë, në një kështu. I thashëm, po mirë, sonte do dalim ne, e kishim për të dalë. Edhe kemi qenë bides ke Rozafa që ka qenë lokali një nga më të mirët, më i mirë në Tiranë. Me një muzik live, ka pas këngëtar të zgjedhur, vinin flamur lokaj, vinin nga Maqedonia, vinin nga Bullgaria, sepse gjigandi Gjergj Luca dinte të bënte pub. Gjergjin e përshëndes. E përshëndesim se e kam dhe komshi. Kush e njeh e di se kush është Gjergji, ata i se njohin mbas se shohin ato humoret e tij se ka qenë aktor dhe nuk e din se kush është. Dhe aty Diana na bën që të pim gjithë gjërat free. Ta amë dhe të pim free. Pse thoni ju? I them, më thot mu, shikoj si shohin këta gjermanët, si shohin këta. Dhe kjo ishte një bukurie e rrallë dhe e vogël, po akoma s'kishte shpërthyer aty. I thash, ç'a do të bësh në një gjë këtu në pub? Më tha mu, typi aty ke ajo dhe të kërcej, se muzika ishte shumë e bukur. Muzika që ka qenë super, e vërtet. Dhe kur hypën Diana që kërcen në një mënyrë të pa imagjinueshme, ja futi balerinave ruse që ishin aty e të gjitha, erdhë ziheshin kush të pagunte tavolini, thash aty menaxherit Nardit, po Nardo merr edhe për javën tjetër. Jemi kënaqur shumë. Po, jemi kënaqur. Mua më bëhet qefin fakt që dëgjoj, ti ke qenë gjithmonë 2-3 hapa para njerëzve të tjerë. Ke nisur me botën e bukur të femrave për make-upin dhe flokët, kryesisht flokët, në një kohë kur nuk ka qenë kaq shumë. Pastaj në televizion, tani me një podcast tëndin, edhe duket sikur gazi nuk di të ndalet, kështu që më bëhet qefi. Po do t'i heqim këto fuçet se neve flasim nga që duhemi fort. E njerëzit kujtojnë se po bëjmë këto. Po e kuptojnë. E ndjejnë se shiko, konfidenca kuptohet, domethënë, edhe dashuria kuptohet, gjitha. Edhe, deri këtu jemi mirë, se nuk është edhe një prezantim që njerëz ta dinë dhe pse se njihemi kaq mirë. Po, pse njihemi kaq mirë. Dian, dita.
Flavon për shkak të emisionet nga Hëna në të mërkur, Dinajt, ora njollës. Se njerëzit nuk e dinë sa punë janë regjistrimet. Po, është e vërtet. Njerëzit mendojnë se unë shkoj aty në 11 edhe mbaroj në 12, ja. Unë shkoj në orën 8 edhe mbarojmë në 12. Treqerekun në gjërave ne kemi shumë spontane. Unë kam lënë një, edhe them gjatë gjithë kohës, ne sjellim Albanistanin njerëzit nuk e kuptojnë ndoshta, por realiteti shqiptar është ky, kur më thon, ndaloi filan makinë apo u bë filan pyetje. Ne jetojmë këtu. Dhe kjo është e vërteta, unë e sjell në formë ironike, kjo është tjetër pjesë. Zgjohem herët, edhe një pjesë të madhe të kohës ma merr Marlena, pra unë bëj nënën 24/7, dhe kjo është e padiskutueshme, është prioriteti më i madh në jetë. Kjo është e sigurt. Bëjmë një xhiro nga Tringëllima, pastaj te dyqani tjetër. Nuk jam vajza që gatuaj laj shpreh se do ju gënjej, më kupton? Por Marlena merr kohën time më të madhe gjatë ditës. Nuk bëj palestër, vetëm se e dashuroj shumë ecje nga liçeni, edhe pse jo gjithmonë e bëj korrekt. Jam nga liçeni, pastaj jemi në emision. Kemi ditë të mira, Gazi. Kemi edhe ato ditët që dorëzohemi, që të duket sikur nuk ja del, sikur jam lodhur, e të gjitha këto. Po, çfarë po bëj, po pse duhet i bëj unë gjitha vetë. Të gjitha këto, domethënë, pastaj mami, babi, kam edhe ato në ngarkim. Të gjitha këto të bëra bashkë bën 24 orëshin tim. Dhe njerëzit kanë ulje ngritje, kanë ditë të mira, kanë ditë të këqija. Është virgjëresh, emocionale deri në maksimum, por biznesmenet më të forta. Atëherë, domethënë, çfarë bisedum ka, se unë i pres biletat ke një kompani. Po, udhëtoni me D-Travel, Gazi që i ka prerë biletat tek unë është kënaqur. Unë bashkëpunoj në fakt me një zotëri i cili ka 30 vite, sepse është një fushë që unë jam ignorante në këtë fushë, pra nuk është fusha ime, është njësoj sikur ti vë aty një kamera dhe një mikrofon dhe ti them prezanto. Kështu që mora më të mirin, pyeta kush është më i miri në këtë fushë, i propozova Ilir Gjinalit që e përshëndes. E përshëndesim. Dhe vërtet mendoj që kam bërë gjën më të mirë. Ajo ka pak ditë që është hapur, ti ke udhëtuar mirë. Jo, ishte një mrekulli. Kush i gje biletat më lirë, se tek ne ka një drek falas nga unë. Kjo është e sigurt. Pastaj kemi Tringëllimën për fëmijët, për vajzat nga mosha 4 deri 14 vjeç, spa, jacuzzi të gjitha edhe. Ajo Diana ka bërë një ditëlindje fantastike të vajzës vetë që ka ujore si unë. Dhe është ashtu si unë, është strong. Dhe kur pa ditëlindjen, gjeti edhe ca defekte të vogla, edhe se kishte organizuar perfekt, tha këtë gjë duhet ta bëj unë më mirë. Po, kështu që aty lindi, e lindëm bashkë, ka qenë ideja jonë për bashkë. Edhe unë i thash Diana, kjo është për ty. Është sepse Diana është detajiste, domethënë e ka në natyrë që do çdo gjë ti dalë, mos e shikoni të shpenguar kështu, se shpenguar është, po si shpëton asnjë. Dhe kjo është e vërtet. Faleminderit. Edhe ti bën dhe gjetje të bukura. Ka shumë njerëz që ti i ke fut në këtë botë të televizionit ku asnjëri s'do kishte besim ti fuste. Pastaj ti vjedhnin, ti bënin. Faleminderit shumë faleminderit. Kujtoj edhe këtë. Atëherë të jemi pak ke kujtimet dhe pastaj futemi kujtoj kur ke pas një emision në Dark. Po. Ka qenë një perl, një mrekulli. E njifshe muzikën, i këndoje këngët bashkë me, sepse ishte një emision muzikor, nuk e dija. Ka shumë që e kanë parë dhe e din, po ata që se kanë parë. Flasim gjithmonë për ata që nuk din, se ata që din e kujtojnë. Ka qenë një emision që ka bë bujë dhe jashtë mbaj mend. Po. Dhe unë për çudinë time, se unë nuk fler shpesh, por shoh gjëra kështu më shumë enciklopedike, se aty e kam atë, domethënë gjithmonë du të studioj. Kur ishe ti, thosh, vetëm qeshja, rrisha e shifja, qerri, sa e poshtë është. Pa, unë kam nisur të ora 19-20 vjeç. Po. Edhe starti ka qenë emisioni im i parë. U gëzova shumë se një miku im që po vinte nga jashtë, i kishte rënë një intervistë, një revistë në aeroplan, në avion. Dhe aty kishte lexuar. Po, Dipju TV. Te Dipju TV edhe thoshte që a mezzanotte in Albania si parte.
Edhe renditeshim si një nga emisionet më ndjekura në Itali dhe unë, shiko, u gëzova se 20 vjeç për mua ishte arritje, kisha vetëm 6 muaj që kisha futur këmbët në thonjza, pastaj televizionet nuk është se të mirëpresin dhe kjo gjë duhet thënë. Është momenti i parë është se njerëzit e shohin si bukuri nga jashtë, por nuk e dinë çfarë. Do të them një histori, nuk e kam thënë në asnjë vend. Ajo zonja që tani punon në një televizion tjetër edhe që më ka kërkuar falje, nuk do ja përmend emrin. Ose përmend, po edhe përmendje, s'është një gjë. Kur jam futur unë për herë të parë në ekran, ne duhet futeshim në Piko për të lexuar lajmet, sepse unë kam pas emisione start me një pjesë që ishin lajmet kryesore të ditës. Dhe isha futur në Piko për të lexuar dhe kjo kishte një lajm urgjent. Dhe i binte asaj Pikos, ç'është dhe gjatë gjithë kohës, po ç'është kjo idiotë ore që ka ardhur, më ka zënë Pikon, ç'është kjo idiotë, ç'është. Dhe kur vin të rinj në televizion pranojnë të bëjnë çdo gjë vetëm të qëndrojnë aty. Nuk isha rasti. Kështu që dal nga Pikoja, dal nga Pikoja, lash letrat dhe e kap këtë zonjë me një ëmbëlsi, me një përplasje të lehtë në mur. E kuptova. I thash, këtë idiote e the sot mos guxo më ta bësh asnjëherë. Dhe mendoj që i vura pikat mbi që nga ai moment dhe zura rrënj mirë te ora. Që të përshëndesim dy miq tan, Mozën dhe Yllin. Po, më përshëndes dhe Klarën, se Klara e ka bërë këtë gjë. Klara, suksese aty ku je, suksese në jetë. Se ke ditë me ke pas punën. Po të kisha qenë do i kisha thënë mos, Klara. Jo aty urtrim. Po ti më njeh na një mirë. Edhe kështu. Dhe kjo është ajo që më pëlqen, domethënë. Ka një gjë që njerëzit nuk e dinë. Patjetër të qenurit në televizion të madh, dhe këtu dy janë televizionet të mëdha, tjerat janë të vogla, të jep disa benefite. Por televizionet e mëdha kanë një gjë që njerëzit nuk e dinë, të shfrytëzojnë shumë dhe ti i merr pak. I merr pak, flas për nga ana monetare dhe të kompenson me atë që të rrit. Patjetër. Unë mendoj që njerëzit kur të kanë qef do të ndjekin kudo. Kështu që unë që vdes për anën monetare, preferoj të qëndroj një luan në fshat se sa një lepur në qytet. Megjithatë, shiko, nuk ka. Jo, po nuk e kemi dhe luksin. Jam një mam single, do rris fëmijën, janë shumë gjëra. Një mamacita. Por është një mama aq e përkushtuar mbas një personazhi ujor që është atë si është. Si janë ujorët. Që ta kthen aq më edhe kështu, një dikush e ngacmoi pak po para se të filloni. Gocën e bukur të Dianës, është një kopje e Dianës. Dhe i tha, nuk i tha aty, po i tha një gocë tjetër. Shiko, vetëm ata që bëhen xheloz flasin kështu. Unë digja, thash ja ujori. E di. Ti ma do gocë shumë e lumtur. Se ti me zi do. Po, është e vërtet. Pse kështu? Je selektiv. Jo, më pëlqen që je selektiv. Po, je selektiv, 3 çerekun e kohës ta lë rrafsh, objektivin tënd e çon deri në fund, një 10 hapa para tjerëve, je mirë fare. U skuqa, por e pëlqen. E pëlqen. Edhe kështu. Je vëmendshme gjithmonë ndaj veshjes, ndaj këtyre kulteve, si themi, ditëlindjet, gjërat shumë datave. I kam qef në fakt për vjetore, ditëlindjet i kam qef. Dua t'i kujtoj. Po, dua t'i kujtoj. Po, shikoj, njerëzit nuk janë më siç kanë qenë atëherë, Gaz. Kanë filluar, ne jemi ftohur shumë me njëri tjetrin, edhe ajo që nuk do doja asnjëherë, nuk do doja të kisha një marrëdhënie fallco. Shiko, ti je e thellë, kjo si të njofun, ti je e lexuar, je e thellë, e njeh jetën. Ndodh kështu, them unë tani, ti do më thush mendimin tënd. Po. Ndodh shpesh që kur njeriu është në një moment pjekurie, e ka sytë e hapur, po themi. Dhe aty ndodh pastaj që edhe me vajzat, kur janë të pjekura, nuk gabojnë dot. Por lidhja do gabim. se du t'jen dy budallënj. Po, dy budallënj bëjnë një lidhje. Po. Shikam, kur nuk kisha mbushur të 30-tat, kisha qëllim se televizioni, se të tjere. Se të rëmben
ëndra Profesioni. ime në fakt ka qenë gjithmonë, dhe kjo nuk është një gënjeshtër, betohem, ka qenë që unë të kem një fëmijë, të jem një mam single, pra unë raportet me martesën, zoti më fal dhe të gjithë ju Ke shumë të moralistët, mira. unë nuk i kam të mira marrëdhëniet me martesën. Po ti je sinqert, e thu. Jam e sinqert, po. Ka dhe ca që rrinë martuar, ore. Po shiko, po ti isha unë i pa martuar, bash do rinin martuar. Po, Se unë do të leja të po lirë sepse komplet. një mashkull ujor mua më kupton shumë mirë. kjo Mua madje unë mendoj që vetëm një mashkull ujor mund të përballoj. Sakt, Sepse sakt. unë jam rënd. Sakt, po pra. Po jo, është një gjë, mashkulli ujor ka një përshtatje të jashtëzakonshme sepse gjithmonë do t'i përshtatet një vajze. E di çfarë mendoj se Nuk keni. lufton. E di çfarë mendoj se Ha. keni. Jo. Edhe mashtruesa. Për gjën që doni, luftoni, po. Po Ju keni s'ta 3 tregojmë, element s'ta tregojmë. shumë të rëndësishëm, që është liria, pra juve Ah. nuk duhet ju çash dërrasat, është seksi deri diku në perversitet, Sakt. pra që ajo ju tërheq pafund edhe që ju bën të lidhur mbas, dhe bisedat e thella. Ju nuk mund të bisedoni me një njeri pa vizion, sepse juve ju trash ignoranca. Kështu që unë mendoj që këto 3 pika ujorit ja kam kuptuar, Nuk e kuptuar. dhe nuk jam një virgjëresh, pra përshtatem si ujori do. Se bravo, se virgjëreshat Virgjëreshat janë rënd, defektin vetëm që kanë, janë shumë kritikuese. përshtaten. Jo, nuk përshtaten. janë të thella, inteligjente, por nuk Është e përshtaten, vërtet. sepse mendojnë vetëm ato kanë të Sikur ne drejtë. kemi të drejtë, është e vërtet. Kjo- E kemi një ai tmet është i këtë. vetmi, Po. pastaj në biznes them se duhet jenë të parat. Te lekët i kemi marrëdhënies shumë Po, mirë. biznes e dun lekun ta kenë të garantuar. Edhe kështu pastaj janë dhe me humor me të gjitha, po iku kjo pjesa. Po. Në shoqëri jeni shumë të mira. Do të thënë jeni shumë besnike, se besnike jeni edhe në lidhje, po problemi Gazi mos u nxita. po nuk thash për ty se ti je ndryshe. Po më jo jam. Jo, jeni. Se diu që jeni besnike, Jemi por besnik. Unë mendoj që njerëzit e zgjuar, mos kanalizojmë vetëm të shenjat. Njerëzit e zgjuar sillen siç u sillesh. për- Do me thënë, përshtaten unë sillem si siç më mas sill, asaj, më po. sillesh mirë, jam mirë, je besnik, jam besnike, dhe të gjitha Sakt, gjërat i sakt, kam sakt. siç më bën. mirë se kuptohet, aty ku ka si themi sistemi inteligjent ka mungesë emocionale Është e dhe vërtet. duke pas mungesës emocionale ka qartësi në mendime të gjitha. Kjo është. Ajo është pjesa që po thoja që është shumë e vështirë për ty, duhet të jetë një mashkull tepër si themi i thellë, jo të jetë i përsosur. Ti s'ke hall ke përsosmëria, ti ke Jo. hall që ai të jetë i vërtet. I vërtet. Dua njerëzit shumë të vërtet. Të vërtet. Nuk i dua falso. Chelsea për tyrë në zemrën time, ose jo vetëm në zemrën time, po për se fundit që tha Chelsea zemrën, se humbi Chelsea më parë. Po Chelsea për të qenë në një raport mirë me mua, për të shkuar mirë, Është është që ti jesh vërtetësia. vërtet, ti jesh i vërtet. Me mua shkon gjatë, po ti jesh i vërtet. Prandaj ta evidentova këtë. Po ka raste që për shembull mund të jetë i vërtet, po ty të duket i vërtet? Shiko, mund të jetë i vërtet, po mua s'më duket i vërtet, i bie unë jam debile në atë moment. Ose ai s'di të mashtroj. Kështu që kemi defekt serios këtu. Kuptova. Ne se më bënë me lot. Kjo është kjo. Tjetra është, për shembull, nëse të tradhton, por ti nuk e merr vesh. Okay. Ku jemi? Që nuk e marr vesh. Që nuk e kupton. Jo se kupton nga inteligjenca, po është tepër i sofistikuar. Në fakt, Është më shumë. unë mendoj që kanë qenë të sofistikuar mirë. Edhe i ke kap. Unë mendoj që njerëzit me tradhtojnë. E E kupton? merr të mirë qenë. E marr të mirë qenë, Kjo s'bëhet shkak për ty. që jo nuk bëhet shkak. E di ku e kam unë e kam nëse ti tradhton dhe e para ke Iqesh tradhtu, jo, e para ke tradhtu më keq se unë. Aty s'ta fal fare. Ajo është rëndë. Pra unë ta fal kur ti gjen më mirë vlla. Kjo është. E dyta, unë mendoj edhe këtë gjën tjetër që nëse ti e kaq që aft për të mbajtur më shumë se një, pra mua nuk më mungon asgjë Dhe kjo. në gjithçka seksuale, në gjithçka në kohën, je i aft për të mbajtur më shumë se një, të lumt,
prap ti do kapesh, unë s'do kapem. Po. Kjo është e sigurt. Jo, puna është se ti s'ndjehesh keq. Jo, Në moment që ti i ketë plotësuar ato që ti po, ketë rëndësishme. Jo, unë të lë. Po më tradhtove të lë. Po e more vesh. Po më tradhtove dhe të kam tradhtuar dhe unë s'të lë. Okej. Kjo është Aty jemi këtu jemi në baraz. rregull. Aty jemi ma vendos ta Milan Inter X. Do të thënë, një gjë është e sigurt që po t'jen me këtë doktor Olindi mon los lindi. Jo, ti për këtë arsye nuk i le. Po, për këtë arsye edhe i kam lënë dhe si kam lënë. Unë jam dram në një marrëdhënie, mos më provoni. Nëse ke dy pare tru, mos më provo. Drama është më e bukur, provojeni. Unë kam pas çdo gabim timin e kam pas vdek për ato që kishin dram dhe që ishin fare të paqëndrueshme. Jam e paqëndrueshme. Edhe kështu. Kam vënë një bast. Po e them tani. Ç'nese ujorët zbojnë as bigjoz, as baste. Ty po ta them. Ishim të rinj atëherë dhe thoshin gjithë gotat që kur po ti jesh me gazin, shanse s'ke se është shumë i zgjuar, domethënë si a hedh dot. E zgjuar je. Po idhen ca me basta thon po për filanen. Po ajo ishte tani tradhti e gjallë. Ishte, domethënë ishte në çdo moment mund të ikte sikur po ikën aty dhe po ajo na i tregonte ne këto histori. E thonë, e vedot s'ishte, e vedot bast për atë që mundet ajo në marrëdhënie me ty që të qëndroj, thash basti hapur, e bëjmë. Pa ditë gjaja, se s'duhet ta dinte. Normal. Edhe kam let një muj me atë vajzën, edhe unë se dija tani, se ne ishim bindur që diçka do ketë në rrogoz. Edhe i bëjnë një pyetje këta shokët, po ishim shok edhe me ata, ishim shok. Një shoqëri e përbashkët. Shoqëri liceiste të Tiranës. E thonë, Gjo, kemi një pyetje për ty. Tani, sa kohë ke me gazin? Tha, po ku di unë, po bëjmë mujnë të dy. E ke parasysh? Ky ndjehet shumë i lumtur kështu. Ama mos e shikoni kështu. Nuk është se ja kupton dot se çfarë. I thanë, tani pyetja është këto. Këti, ndërkohë që gjithë kishte deklaruar që ja kishte drejt. Ja ke drejt apo jo? I thash, s'ka problem, ë. Jo, unë e di që s'ka problem, tha, se unë jo a kam thënë dhe i them çdo gjë, po do t'i them këtyre një arsye. Ore, tha, dhe kur flia gjumë, po të shifsha ëndër, thoja, ai kam ta kuptu që kam pa i ëndër dhe po ma drell. Dhe ta dini që një muj me këtë, jam bërë vajza më e drejtë në këtë botë. Edhe, i thash, unë është e sigurtë? Ore, ti, tha, po ty s'të shpëton asgjë, ore, e kam djerë këtë, dhe këtu ishte një bast i fituar që unë kisha 100% humbur me mendjen time. Ishte edhe motiv për diçka që do më thënë, mos i gjykoni vajzat. Fajet mund t'i kemi edhe vetë ne se si sillemi në raport me to dhe ndodhin shumë gjëra. Unë mendoj si meshkujt ose si gratë si burrat, po. Në momentin që ti e trajton shumë mirë dhe askush nuk ka mendjen dhe të harxoj kohë për një raport tjetër. Sakt. Po ndje e plotësuar. Megjithatë vitet bën të vetën, gazi dhe pasioni bie. Kështu që dhe shumë faj as njerëz pal nuk i vë dot, pasioni bie. Por duhet jesh pak i mençur që ta përdorësh pasionin për shembull për një one night stand ose për mos të shkatërrosh raportin tënd. Do ishte më mirë. Tash unë nuk merrem vesh, jam sa tradicionale aq dhe mendje hapur. I kam të dyja bashk. Herë përdor njërin gur, herë përdor njërin gurin tjetër. Ashtu i bëjmë gjithë. Sa po gënjeu. Shiko, sinqerisht kam qenë njeriu më tradhtar. Sidomos motra edhe evidenton fort e cilëson. Unë nuk e di për çfarë po flet. Po, janë gjëra kështu që në ajër. Ama është e çuditshme se si unë nuk e kam besu dot se si kam jetu kaq vite ta themit për dashurinë tënde. Po, me Suin, shpirtin tim Suel. Kaq vite me Suelen dhe kur nuk kam ndier nevojën e kësaj one night stand. Ke parasysh është e çuditshme dhe njeriu më i paqëndrueshëm siç kam qenë unë, të bëhet njeriu më nuk e di menin gjithkohës ka ajo e kam, është e tmerrshme. Dëgjom, gazesi të bëj një pyetje tani. Bëja. Si ti ngjan si një njeri që e përqafon gruan mendje hapur, po duket sikur gruan tënde ti e domethënë duke shumë territorial tek ato gjërat e tua. Pra ti je shumë mendje hapur, je shumë vizionar, duket sikur të pëlqejnë
se themi do t'i moralet, po të pëlqen një femër e nxehtë, një femër që Jo, ato shpëten. më pëlqen mua. Po, por te Dhe në gjërat, shoqëri ashtu i dua. te gjërat e tua Po, je goxha konservator te gjërat e tua, domethënë ke një ndryshim, ti je gazi në familje dhe gazi jashtë familje, se ke menduar ndonjëherë këtë? Se po bisedojmë tani dhe unë jam rritur te shtëpia juaj. Po, shiko si është puna. Mu më ka ndodhi çudi. Suela është më fanatike se unë. Shumë. Është më tradicionale, Më Suela. tradicionale se unë. Mirë, Po dashuria e parë vetëm e saj edhe ajo e ka konceptin që ti je shtylla e jetës saj. Po, po unë kam marrë gjuhë gjithë arsenalin e mashtrimit tim atë. Diskutohet fare. Se s'do li keq, dy Jo, fëmijë si drita. Po mirë, po jo më po për familjen e kam Po, bërë. patjetër, Nuk mashtrimi është bërë për familjen suj. Ka arritur deri këtu burri jot. Sa do me mashtru në mu. Mashtrimet bardha. E kuptoj. Kështu më thonte mama që më la. Edhe tani puna është që unë duke dash shumë Suelen, nuk e kam konsideru si pronë timen, po e kam konsideru si një njeri që duhet gjithë jetën të jem unë më i miri se të gjithë tjerët. E kuptoj. E kuptove? Kjo ka qenë qeci. Nuk e kam bërë për si thush, ajo vetë është në natyrë që ajo nuk do që asnjëherë të lej një shans që unë të mendoj ndonjë gjë negative për. A je xheloz o Gazi? Jo fare. Zero. Nuk je. Zero xheloz. Si bër kur në jetën tënde xheloz? Kur unë nuk jam bërë për asnjë xheloz, po fati ma dha që as për Suela nuk bë, se Suela s'le shanse të bësh xheloz. Okej, Suela është shumë pjesë e Dhe jote. nuk e do. Nuk e do Suela që shiko se duke qenë xheloz më do. Unë fakt të du më shumë kur nuk je xheloz. Do më thënë, kjo ka qenë një nga pikat e mia shumë të rëndësishme. Ajo që the edhe ti, liria. Do më thënë, lirin e keni të shenjtë ju është. Edhe kjo pjesa territorial nuk është, shiko, ne familje në fakt realisht, ne familje brenda, ne e flasim totalisht gjë tjetër. Ndërsa në publik ne flasim gjëra që publiku i pëlqen i pun. Ta themi këtë, do të thonë të jemi korrekt. Ama në thelb nuk ndryshojnë ato që them unë publik me ato që bisedojnë në familje. Por në familje unë i hap edhe çiksyt, i them kjo për shembull fëmijët i kam rrit duke tregu gjithë zezat ti dinin nga brenda. Që ç'a ndodhi kjo, e kam analizuar, e kam tregu pse ndodhi. Gjithmonë duhet di shkaktarët. Po s'di dhe shkaktarët, gjërat ecin në mënyrë të pa kuptim dhe ti kjo është gjë shumë e mirë. Dhe je një qorë në jetë. Po, se nuk më pëlqen njerëzit që prindrit që i mbajnë fëmijët tek ajo qeska perfekte, nuk ka gjëra perfekte. Jo, bota është shumë e egër, përgatitini fëmijët, jo të jenë të egër. Thjesht përgatitini fëmijët të njohin kaq. Edhe kjo ka qenë, natyra ime, do më thënë kjo ka qenë, po kjo ka qenë dhe me Suelen, se edhe Suela ka qenë shumë e vogël, do më dhe 17-18 vjeç ka qenë shumë e vogël. Dhe unë kam bërë ç'është e mundur që Suela vitet për shembull që do i kalonte si vajzë, ajo t'i kalonte edhe me mu. Do më thënë, Suela kanë dalë edhe me shoqet. Unë kam qenë në Itali, më ka thënë ga sot e kemi lënë të shkojmë pa tjetër dil. Nuk ishte kjo, për mua, unë kam një parim, se meshkujt gabojnë dhe dua ta din këtë gjë. Unë kam parimin ta bëj të më doj, jo ta kem. Është një dallim shumë i madh. Kjo meriton një dvar trëkitje. Sinqerisht. Domethënë, është më mirë të doj se sa të të respektoj nga frika. Se ta kesh. E kupton, kjo është puna dhe unë mendoj që me Suela na ka ndodhur kjo. Dhe Suela vetë në instinkt ka pas të, domethënë ka dashje unë ta dua. Për këtë ka dashje mos të bëj gabime. Ore gabime po themi në parime, se kështu për shkak për të thyer si Suela nuk thyen asnjëri, po unë kënaqem kur thyen Suela, sepse ajo është një gjë normale. Zëm se dogji pak atë supën apo këto s'më interesojnë më fare. Unë them kur ti për shkak mendimi që ke për familjen e tjerë, se ndodh se jetë është, emocion është. Ore, unë i di vetë se si ndodhin gjëra, ndodhin dhe pa dashje, sidomos gjërat emocionale ndodhin pa dashje. Në këtë gjë ajo është kështu bricjap dhe është e frikshme. Do të thonë ajo është e ftohtë kull në drejtim. Kur s'kemi pas asnjëherë problem. E di që ti e di vetë, ne s'kemi net në pap kur bashkë. Jo, keni ndet me të gjithë dhe keni ndet me njëri tjetrin. Se unë kam qenë pjesë e juaj disa herë. Një si suj është, mos suj të kam shumë zemër dhe puth fort. Një si suj është suj. Suela është vjen vetëm një herë në jetë, më duket. Njëri që një herë në jetën e vet nuk ka thënë që kam inat këtë.
Maksimumi mund t'i ketë thënë një tjetër që bëjnë një gjë kësaj. Mos po them çka kam bërë me suin. Edhe kështu. Ti, për shembull, ajo pjesa që më pëlqen është vërtetësia. Edhe në lidhjen që krijon, dhe po do formim vërtetësia. E di. Shiko, Gazin, ndonjëherë, nuk i gjejmë dot gjithat e një njeri. Ndonjëherë të pëlqen seksi, ndonjëherë të pëlqen mendja, po paktën, jo të përsosur, po të paktën të kenë nga një grimc nga pak, më kupton? Un kam shumë probleme me pëlqimin ndaj një mashkulli, për shembull në raport. Jam shumë e vështirë. Vajzat po e mendojnë këtë gjë? Jo, nuk them atë që s'ka burra. Ka plot burra. Madje po mendoj që s'ka gra këtë periudhë. Jo, mendojnë këtë që nuk po gjejnë dot atë princin, atë po themi princin dikur ka qenë fjala princi kaltër, që ti ketë nga pak të gjitha se ai pastaj është një njeri që e gjen veten. Jo, unë mendoj që unë jam e vështirë dhe jam problemi unë. Po, jo unike, jam problemi unë. Unë mendoj që kam gjetur shumë njerëz të mirë në jetë, po unë jam rënd. Unë do gjej një defekt tëndin dhe pastaj do mendojmë dhe njerë dhe pastaj ti më pëlqen, po pastaj del dikush tjetër që ta kalon ty dhe fitoft më i miri. Pra janë të gjitha këto që jetë marrë. Po çfarë të bëj? Kam probleme të thella dhe kjo tani që po e kuptoj është rritja në familjen tuaj. Besoj. Ka shkaktuar drama të thella në formimin tim. Po, bëja xhiro me motor, vetëm kur shifsha fup më të mbrapa motor. Xhiro me pse? Po shumë mirë e kemi bër. 2 tironca në mes qytetit vlla, ne nuk erdhëm nga Momli. Na ndalonin dhe do hani drekën. Po, ne do hanim drekën, ne do bënim një bisedë të thellë, mbaj mend kemi takuar futbollistë në jetë. Edhe staleni me pagulla që është kjo. Kemi bërë shumë prapësira bashkë. Kemi bërë. Edhe gjë e bukur është që Diana është gjithmonë e qeshur. Edhe kur ti jetë në një dramë të vetën e diçka të qeshur me se dhe drama kemi kaluar jo pak. Sa duash. Unë e di që jam pjesë e kësaj si themi shtyrjes deri dramave, se duke ju edukuar me gjithë ato format e mbaj përgjegjësinë ti. Mu më ke eduku mirë. Nuk mund të them njëjtën gjë për të madhen. Po. Ti ke qenë si mas tipit. Gazi, shiko, për të ngrënë dreka dhe për të kënaqur kemi shumë njerëz. Ti je mik i ditëve të vështira, njerëzit nuk e dinë. Edhe mos jemi prapë të furçet, po këtë dua ta them, edhe nuk dua të ma presësh fare në montazh. Që njerëz kemi sa të duash, miq të ditëve të vështira, një ndër to është Gazi. Edhe thjesht nuk ta harroj, më lejo që te ky vendi jot dhe te kjo nisma jote e re të ta them faleminderit. Rrofsh. Edhe nuk ta kam harruar. Rrofsh. Ajo, shiko, unë ju kam pasur gocat sigurisht jeni gocat e mia dhe çdo gjë që ju ka ndodhur unë e kam përjetuar, nuk ka qenë ashtu. Unë kam me të gjithë të punë, është i defekt i madh, po me ju e kam tjetër gjë. Kjo ka qenë. Faleminderit. Ti mbron gjërat e tua dhe mua më pëlqen. Je rebel në natyrë. Kjo ka qenë absolute. Një mësuese më ka pas thënë ironik i poshtër. Se sa po thonte në një gjë, unë e kuptoja që po ja fuste kot dhe bëja. Kaq. Ti ironik i poshtër. I thosha më doli. Me që jemi këtu përshëndesim gjitha mësuesit që menduan që s'doja dilnim në jetë. Po, patjetër, ato se Zysh vera omi. Pas ka emrin e mallit. Edhe tani asnjëherë rebelët për mësuesit nuk mendojnë që do çajnë. Por në këtë kohë që ka ardhur, gjithë njerëzit e famshëm kanë qenë rebel. Është vërtet. Edhe kanë pasur një histori të vështirë familjare dhe jetë të vështirë. Unë jam 89-a, gati 90-a, se jam fundit 89-ës, dhe mendoj që jemi brezi i fundit që na varnin në atë Chelsea në qafë. Pastaj ky brezi poshme u prish fare vlla. Aty nisi edhe më vjen keq Më vjen keq që duhet i shohim fëmijët tanë gjithkohës me telefona edhe komplet pa kuptu në fakt. Brezi ju i Gaz ka qenë brezi i hedhjeve të bustit, e kupton? Edhe nga ky brez
të kalosh te brezi që më dalin në TikTok, lyhen dhe më bëjnë kërcime, është për tu lëri, domethënë është shumë gjuna. Sidomos çantat janë leje për tani. Dikur ishin sa pjata me makarona Çanta, get ready with me, ta hajde me mu, po s'du me ardhë me ty me gocfare ma si ven. Ka ardhur kjo moda influencerave, të cilët i përshëndes, se mbarojnë edhe punë. Kanë jetë në tyre. As bëhet fjalë. Por jeta nuk është rrjete sociale. Edhe kjo është gjuna, domethënë njerëzve duhet ja themi. Ne jemi shqiptar, shumica e shqiptarëve mezi shtyn muajin. Dhe e vërteta është kjo, e kupton, nuk është e vërteta që ti hike, megjithatë të gjithë ne përfshirë unë, kemi qef të nxjerrim atë, nuk nxjerrim pra pjatën me grosh, nxjerrim krudot, më kupton? Dhe kur them përfshirë unë, është një gjë që edhe mua më ka marrë rryma. Mirë, shiko, si është problemi. Problemi është se mos i nxjerr kur është bërë trend gjithë pjatët me krude. Dhe pastaj shef të gjitha gocat. Pra ti thua të jesh jashtë trendit. Po, nxirre pak, ja, tani që për shembull nxjerrin çantat, se janë çantat pa fund, domethënë. Pa, e kemi marrë vesh. Janë në shtëpia me qira dhe nxjerrin çantat. Po. Gabim. Tani e mira është me nxjerr makaron. E qartë. E unë do ta thy ta bu fare, do nxjerr grosh vlla. Grosh është. Me këtë specin. Me këtë specin, çi grosh me spec. Ma pëlqeu shumë. Ju a ka bërë njëri dhuratë të gazi? Kjo ka qenë sot dhuratë. Po të pëlqeu? Jo, po e thot ka qenë sot, që unë t'i them ka qenë sot, po e lë. Sot, po mashtrimet e tua unë nuk i ha. Jo, ti kjo është bërë e imja. Ashtu dhe, ti ke drejt marrë çdo gjë. Atë e pëlqeu vërtet dhe unë kam një parim. Që unë të kem çdo gjë, po pash një njeri që e pëlqen vërtet i gjë, ai e meriton. Se ky speci më ngjan mua. Po, është tamam djeg si ty. Po. Edhe do ta marr, më fal, dhe po ta bëj kështu live, domethënë këtu që ti mos u shjo, dalësh dhe bujar. Jo, është u mbylla, e morë ti. Faleminderit. Unë sapo e deklarova që po e pëlqejve një gjë, kam pas dhe imi keshën time. S'po them pëlqej shtëpia dhe nuk po shkoj te këtë gjë. Edhe ke shtëpia, po e pëlqejve vërtet. Vërtet? Vallai. Do ma falësh o atë në Vlorë do t'jap. Ua, sa e kam dashur një shtëpi në Vlorë. Është shumë e mirë. Po s'është e ime, është e Suez, po flasim, ajo ta jep ty. A Suez është bricjap. Unë do përdor të gjitha mjetet e mia, po suj është bricjap. Shiko, unë kam 4-5 bricjap në planete. I njoh mirë. Po të dyja jeni vërtet shumë mirë. Sepse ne të dy bëjmë mas shpesh. Po, unë jam me Suelën, domethënë jemi ndarë. Me motor është me gazin, unë jam me Suelën. Kështu janë ndarë grupe. Por ka raste për shkak që zihemi aq keq sa I them ti nuk do të shoh më, nuk do të flas më. Po nuk do të shoh, thot. Ti thot kjo? Ta them unë, nuk ma thu ti, do ta them unë ty për para, edhe skalon 2 javë, 3 javë, vetëm kur ka një datëlindje kjo, dhe do vish datëlindje, po si s'do vi. Edhe bëjmë sikur s'ka ndodhur asgjë. Po se kemi të vërtet, kemi të momentit, nervt papam, po tani ruhemi të dy, se e dim që na ndodh kjo gjë. Edhe kështu. Dajan, më tregon një rast për shembull si ai që po tregoje. Televizioni është gjithmonë me probleme me gjëra. Se njerëzit këtë nuk dinë. Showbizi, ato që tregojmë ne, për shembull vajzat sidomos, që tregojnë si ishte përkuzim shumë I saktë ajo që shtëpi me qira, po ne tregojmë një jetë luksin. Se ajo, fakt, njerëz do të pëlqejnë më shumë ti tregoj që je personazh VIP dhe me shtëpi me qira. Mendoj unë. Po, edhe unë Po nuk e konceptojnë dot, nuk e arrin dot. Megjithatë s'ka rëndësi. Ne ja japim një ide dhe e kuptojnë. Po për shembull si kanë shku, për shembull mirë fillimet, gjithmonë kam pas se të kenë ndru emisione këto. Po, kam pasur disa emisione. Jo gjithmonë ka qenë mirë. Dgjoj, kanë edhe një defekt shumë të madh. Me çdo që bashkëpunojnë do ma bëjnë shok ose shoqe. Ta bëjnë. Tani, këtë vesh në një pozicion. Këtë mos ma bëni, sepse unë vërtet nuk I hedh bashkëpunëtorët e mirë poshtë. Po nuk kam shok dhe shoqe. Në televizion njerë nuk ka shok dhe shoqe dhe këtë gjë këta nuk e din. Egërsia maksimum. Aty është egërsia dhe bryllat në maksimum. Madje unë mendoj që ti je një njeri I pastër dhe naiv dhe po të futesh në televizion del me super shkollë, nga burgu dhe nga televizioni del me master. E mendoj unë. Është një universitet I papar që ka shumë egërsi. Ndryshimi im dhe I disa personave tjera, se ose jam e vetmja, është unë nuk kam rënë pre kompromiseve.
Ja, ti, të se bën. unë ul kokën vetëm për të lidhur këpucët e gocës time ose për t'ju falë të madhit Zot. Asgjë tjetër nuk ma ul mua kokën. Dhe ky është një kompromis që kam bërë me veten time. Sepse kam qenë edhe pak e mikluar nga persona jashtë të cilët ma kanë bërë jetën, ma kanë zbukuruar jetën dhe unë nuk kam pas nevojë të kapem me thonjë pas televizionit se po humba televizionin unë humba gjithçka. Kam qenë edhe pak me fat. Kështu që por Me fat ke qenë edhe prej natyrës tënde, se natyra jote është e po pëlqyer. mirë, s'tem do të kam qenë e zgjuar edhe po bëj si modeste, po them kam qenë me fat. Në fakt është aftësia ime, nejse. Modestia Dhe kam qenë me fat, do e themi gazi, kam qenë me fat. ashtu e lëm. Kështu që por është një botë shumë falco. Edhe po dite ta mbash të jesh e vërtet mirë, po nuk ditë edhe po bëre këto kompromise. Tani, sa personazhe ke parë ti që nuk din të lidhin dy fjalë dhe janë në ekrane? Sakt. Shumë. Ti që këtu kupton që ai personazhi ka hyrë me mik ose me, do me thënë, Edhe ky është gabimi i madh i për mua është gabim se mund t'i lësh vendin, unë madje e kam menduar dhe ekranin për veten time, gaz, unë nuk e di nëse 40 do vazhdoj më televizion. Mendoj që do i lë hapësirë dhe të tjerëve. Edhe mendoj dhe këtë që ose do kanalizohem në të tipit lajmet, unë jap lajmet shumë mirë në fakt, ata më kanë testuar. Edhe diksa. Edhe ose do Dhe kaloj te artikulim. lajmet dhe ti lë hapësirë edhe të rinjve. Do të thënë, çdo gjë është me moshë, pastaj ke personazhe që kapen fort, nuk e lëshojnë. Shiko dhe nuk e gjykon dot, Me po. këtë logjikën tënde, vjetër e kam pa unë në emision shumë të rëndësishëm. Kam pa një që unë e dija shumë i s'di me fol. Po pra. S'di me fol në gjitha gjuhët. Se dikush më thotë jo, po se nuk di mirë shqipen e këto. Dhe me idiotësinë më të madhe, një televizion gjigant, nuk e di si mund besojnë, jo, po fanpage, jo. Shiko, kjo rrjetet sociale njerë duhet t'japim edhe një mesazh tjetër. Rrjetet sociale unë i manipuloj si të dua unë. Unë mund të marr një super IT që mi blen dhe viewsat, mi blen edhe të klikimet, mi blen të gjitha tani. Dhe rrjetet sociale nuk janë një etalon matës që ti je i suksesshëm. Unë kam parë personazhe publik të cilët kanë hapur me mira adresa falso për të mbrojtur veten e tyre dhe bëjnë mu. Kjo quhet. Dhe nuk e di se si mund t'i marrësh për bazë. Megjithatë, televizioni nuk është TikToku që keni ju në dhomën tuaj. Televizioni do këllqe të mëdha dhe do një super përgatitje për televizion. Oke lindur, o nuk je për televizion. Do me thënë, këto gjërat që nga fanpage-et, jo, nuk... Po kjo pra, shiko, kur ti nuk kupton që ke një televizion gjigant dhe duhet kesh një seleksionim fantastik që të nxjerrësh aty më të mirin, kjo është idiotësi për mendimin tim. Se nëse ti e le vetëm një sezon dhe pastaj e heq, do të thotë që ti ke bërë zgjedhje të gabuar. Po patjetër. Se ti e kupton këtë gjë. Patjetër. Atëherë, dhe ti kur zgjedh bashkëpunëtorët, nëse ke zgjedh gabim, ajo është problem se thu dështova se mendova se do ishte mirë. Gazi është një pyetje, si hypi kërmilli aq lart duke u lëpir. Edhe është përgjigja për shumë nga këto. Kjo është postulat. Unë di që i ke këto dhe se i ke nga liri shumë. Mos. Baba i kësaj do ta them. Liri, unë e adhuroja kur ai recitonte Demonin e Lermontovit. Ishte një perl. Ai ka lexuar shumë, Ka lexuar shumë, po kur interpretonte Demonin, se në fakt Lermontovi me atë përmendimin tim është më i madh në poezi. Po kur ai thot aty, i thot kjo Tamara, i thot cili je ti, se i shfaqet në qeli. E di aja, akoma e thot përmendesh. Ka shumë smur. Po ai e thot, shfaqesh Liri. Ai vuan nga një sëmundje shumë të rëndë, nga 2 të rënda. Por vjershën e thot, atë poezinë e thot prap. Është një vjersh apo është një poezi? Si mund ta klasifikojmë këtë gjë? Ajo është se është si ti proza. Jo, prozë jo. Prozë se s'ka bë prozë. Lermontovi vetëm një herë i Koson ka bërë. Okay. Vetëm roman do të thënë. Po ajo është poezi. Poezi ose edhe vjersh. Po është gjigande, do të thënë. Unë dashuroja Eseninin.
Po. Edhe nisa një herë, unë jam shumë të letërsia ruse. Po. Edhe Esenin është i preferuar im. Edhe nisa unë, gjbukuroshe ishta njosha dhe tak dëgjoj Timat që thot bukurisë s'kish më fshat të saj diçka e tillë dhe të mbaron vjershën. Edhe u ktheva edhe më vjen mirë që ai ka ditur të paktën, ndoshta nuk është një nga babi, nuk është një nga baballarët më wow, po ka ditur që të jetë një super shok dhe te pjesa intelektuale. Unë kam ikur 11 vjeç në opera, njerëzit nuk e din. Nuk e di pse ngjaj ndonjëherë si Bjonde Tallavaj, unë s'kam shkel kurrë në Tallava. Edhe operën të gjitha, Rigoletton, Trovatore, Traviatën, jam rritur me muzikë të mirë italiane, jam rritur me Lucio Battistin, jam rritur me Celentanon, edhe të gjitha këto dhe të lexuarit ne e bënim me radhë, domethënë lexonte babi, ja kalonte Anjës dhe Anja më kalonte mua. Kemi pasur një bibliotekë shumë të madhe. Edhe që në 97-ën e shitëm, ngelëm keq që ja kështu shkuam ne. Të gjitha I kam nga Liri këto, kështu që I them faleminderit sot them. Liri ti uroj të shërohet sa më shpejt. Pak të vështirë ka kësaj here, po ja. Zoti e ka çdo gjë në dorë. Po. Unë kam kështu absolute që ke Zoti besoj për gjithçka. Dikush më thot s'ka mundësi që ti ke lexu, ke je më ndë hapur këto. S'ka të bëj me këtë. Jo, pse ke lexu beson te Zoti, kështu që ai e korrekt fare. Është fryma, domethënë unë atë frymë se mbase unë jam religjoz, nuk jam që të merrem me unë jam shumë religjoz. Po ama pjesën e besimit në një gjë që them e drejton gjithë universin, atë se diskutoj fare. Ne të dy gazi jemi mëkatar, s'mund të jemi shumë religjoz. Po nuk është mëkatar. Dëgjoj se Zoti pranoje këtu, kush është kamera jote? E imja është ajo. Ajo imja. Ne të dy jemi mëkatar. Po një gjë është e sigurt, jemi shumë më të ndershëm se ata që s'bëjnë. Mëkatar të bardhë. Jemi mëkatar të bardhë. Dhe do vdesim mëkatar dhe plasni nga inati se ju se bëni dot ç'a bëjmë ne. Do vdekshi direkt. Mos ja uro vdekjen, një karrocë me rrota është më. Jo. Edhe më keq. Shaka, si jemi të ndjeshëm kështu. Po mos t'ju kemi ju që na urreni në ku do shkonim ne. Në shqyqy që ju kemi. Madje, nuk ka rëndësi nëse shanë për komente. E dashur apo I dashur, komento. Mos harro kur të shtypësh me gishtat e tua. Mos e argjit Fare, shtyp gjithkohës, le të jetë e sharë sepse çdo koment yti është para në xhepin tonë në YouTube. Dhe në çdo video, në fakt janë para në xhepin e atij që hehet. Unë nuk I marr, kështu që bëni sa dush pa problem, nuk pasurohen. Okej, në rregull. S'merr nga YouTube, tu po pyetje shqiptarësh, ku shkon sa e ke rrogën. I marrin këta të tjerë. Mirë. Mirë pra, le të komentojnë. Po mirë pra, ç'a të bëjmë tani, se po e kuptojnë që fitojnë, nuk e se komentojnë, pastaj nga 100 komente, shkojnë direkt 10 komente. Marrësh. Edhe këto 10 komente I kena bo vetë për shkak. Që ke si rasti aty që janë futën punë televizion. Ja, asnjëherë se bëjnë. Mund t'i shohësh ato, s'ka shanse asnjë. Unë e urrej fekën. Edhe kështu kjo është. E di. Nuk kam bëj këngë super të bukur tani. Edhe bëra tak 28.000 klikime nga. Po asgjë s'është, po jo, po një kohë të shkurtër pse? Mirë, po. Se mund të eci. Po e forta është se gjithë që e kanë bërë tak që kanë qenë pjesëtar të kësaj këngë, që I uroj gjithë për smirën që kanë. Më vjen mirë që në këtë bisedë neve po nxjerrim karmën tonë. I uroj me shpirt se thoshit, kur dalim që të bëhet kënga në kënaqë, se bëm dhe mbig. Edhe nuk e bëri fare repost. Ose kanë bë fare asnjëri. Po asnjëri më, po unë 1-2-3 sigur I dija që edhe mund ta bënin. Jo, 1-2-3 dija që këta I kanë për jetë vdekje, që më duan. 3 çerekun më donin, edhe kisha një pjesë tjetër që ishin indiferent, jo se për të mos më dash s'kishte në një aty. Siç thonin. E kuptoj. Doli që ishin të gjithë që s'pas kanë dash. E qartë.
tmerrshme. Ky është rezultati. Po se është kënga shumë e bukur. Njerëz, po ta dëgjoni këngën, futuni në YouTube, Zigzag me Gazin, është kënga Zigzag. Dhe nuk e keni iden çfarë këngë është. E keni ta përdorni për të kërcyp, e keni ta përdorni për të tallë, e keni ta përdorni për të qesh, edhe Ta dëgjonin në makinë. ta dëgjonin makinë, është shumë elektro folk, është me bazë nga Shqipëria, ka Çifteli, ka Shqipen aty, Shqiponjen. Po çfarë ti them këtu? Marrë vesh ta. Kurse ne kemi një sponsor shumë të fuqishëm, domethënë Tonin, Pa. që ai thot kur s'keni për të dorëzuar, sepse jemi ne mbrapa. Është një kompani gjermane e cila ka ekskluzivitetin edhe për Shqipërinë. Dhe këta merren me fotovoltaiket. Okay. Edhe është një, për shembull, dhe kur ja them njerëzve, ja them me shpirt, s'kam problem fare, sepse është ekonomi. O si quhet sponsori? Evision. Evision. Ja ku e ke. Me përshëndetje. E kemi vënë, Evision. Po pra ti ishe gjithkohës të folte me pronaren. E kuptoj. E qartë, okay. Pra, sponsor general. Sponsor general e Vision, Chase the Vision. Ashtu. Po pse s'më ke marrë për zë mua? Po se kemi bën akoma spotin. Kemi bërë të gjitha gati dhe atëherë zëri do jetë Diana Shaban. Jam shumë e shtrenjtë, po për ty do e ul. Do t'i japu sa duash, mos e s'ka kemi. gjë, Po s'ka ç'keni se mund ta marrë vesh njerëz se dash, as i lek si japër. E dje, filloj mallkoj, nuk del dot as në për... Në sa po mallkua me bëm live, ti thej, inshallah vdesin, unë thash karroc me rrota, unë isha më e frikshme. Pra, e di çka kuptova kur, zotë, na fal se unë... Në nat. Do me thënë, nga i nati, unë dashka, unë nuk dua që të vdesin. Ti do të vojnë. Po, pra, unë që ka më egër se ty, Gazi. Po jo, unë s'jam egër, unë e them Jo, ti the direkt, vdekshte ti, sa fjala bëj bukur mbot, papam. Ndërsa unë një unë isha e frikshme dhe nuk... Ta thash unë, se ka vete. Nuk e kuptova si e thash atë. Unë e kam ditë veten për njeri të mirë deri në këtë moment. Se besoj. Jo, e ndjeshme ja. Po mirë pra, se besoj ky. Jo, se besoj ai. As ti se besove dhe unë dejta. Njerëz jam e ndjeshme. Ishte një moment i imi i dobët. Po ai moment mos marrë më. Mos marrë më, po falje nuk kërkoj. Edhe kështu do e kërkojnë tani do udhën e këto. Ne i merak ke, se këtu jemi, e kupton, jemi si në shtëpi. Po. Nuk jena kështu në... E di që s'ke... Tash kuj ka pyetje Gazi, tha, qa pyetje tha? Vesh, pyetje të vlla. Do bëj muhabet. Më falë tash. Më falë, unë nuk e bëj më këtë. Nuk kam asnjë merak. Qëndroni të vërtet, mos na e shpifni me falsitet. E kam thënë dhe një herë, do ta ripërsëris, nëse nuk keni mundësi të bëni mirë, të paktën mos bëni keq. Isheni këtë zilinë, këtë inatin se çashojmë ca mimika kështu ndonjëherë në të rrallë kështu. Se thonë s'ka burra, jo burra kam, duket sikur s'ka më grata, shi se kalon, unë vdes për gjërat e bukura. Unë kur shoh një femër të bukur, unë jam 100% heteroseksuale. Po kur shoh një femër të bukur, mua më pëlqen, e dua. Edhe dua të bukurën shumë. Ndërsa këto janë. Po mirë, shiko, po s'ndodhi ajo ti s'ndihesh mirë pastaj. Është e vërtetë. Do thosh të shkoj i Gazit kërë flokut shpejt se më duket se s'jam mirë. Unë e pranoj, luaj shumë kur ju bëheni keq, e pranoj jam me keqe. O zot, kupton si ta ishte runë kështu, pa e kuptu farë. Mirë dhe, të du fort. Gazetë du dhe unë suksese për këtë. Kalum një kështu, një puntat të lezetshme. Besoj pim një kafe e kuptoni që kemi dalë të dy nga profesionit. Po. Se jemi fare, se jemi në të qefin tonë, si gjithmonë. Kur takojna këtë mohabet kena. Mirë dhe, të uroj edhe të kingin e vogël që e ke yll fare. Rafsh, faleminderit shumë. Ç'ne që e kam yll, se unë kam në hundë dhe buzën e bërë. Apo po ajo? Qa doktori, kush doktoria ka bë asaj? Nuk ka asgjë të bërë njerëz, ta keni garantë se e njoft klysh. Edhe kështu që ja di Kotele, kur isha ende pa fajshme. Dhe ne kemi bërë një shtys në faje.
njerëz na shikoni se është shumë bukur. Edhe paqe në botë. Kemi edhe puntata të mira dhe paqe në botë. Paqe në botë. Ishte kënaqësi.